takimin e Donald Trump vizitën në Pekin, ku është shpritur me ceremoni të nderimeve të mëdha shtetërore nga homologu i tij kinez Xi Jinping, në thelb të diskutimit të truezës dhe negociatave, sipas mediave, por edhe vetë zyrtarëve, janë marrëveshje të mëdha, tregti, teknologji. Në bisedë sigurisht edhe Tajvani me mesazhe direkte dhe indirekte, ndoshta edhe Irani edhe fronte të reja, po për gjitha këto, atë që po ndodh në Indo-Paqësor, do të flasim me studiusin Olsi Azixhi. Olsi, përshëndetje dhe faleminderit. Selam aleikum dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Mendoni që më dëgjoni mirë? Po dëgjoj shumë mirë. Faleminderit. Zoti Azixhi, mendoni që pas këtij takimi do ndryshojë diçka edhe në rendin botror, diçka konkrete, do zgjidhet diçka për Iranin, pra do arrijë Trumpi që ndoshta t'i bëjë presion Kinës për të mos e ndihmuar, pra do dalë diçka apo thjesht do jenë marrëveshje tregti? Për ta thënë më thjesht, Trumpi vajti si tregtar atje apo si politikan? Trumpi ka shkuar në Kinë si tregtar, si politikan, si agent izraelit dhe ne jemi pak a shumë duke përjetuar politikën e ping-pongut. Për ata persona që nuk e din, politika e ping-pongut është një incident që ka ndodhur në vitet 70 kur amerikanët kishin marrëdhënie të ngrira me Republikën Popullore të Kinës dhe më pas që të thyenin akullin filluan duke bërë ndeshje ping-pongu dhe më pas këto do të finalizohen me vizitën e presidentit Nixon në Kinë. Dhe kjo që po ndodh tani për mua është një déjà vu e politikës së ping-pongut, ku amerikanët nga që janë të dëshpëruar, nga që tani më amerikanët po përballen me 3 luftra, apo jo amerikanët, më mirë ta them NATO, bloku perëndimor. Në fakt jo e gjitha. E para është lufta urdhëro? Në fakt jo e gjitha, se NATO nuk është se përfshirë në Iran. NATO nuk është përfshirë drejt për drejt në Iran, sepse ata nuk donin që të ishte luftë në Iran tani, por indirekt është. Por kemi pra 2 vatra të nxehtra lufte, njëra është ku NATO po lufton në Evropën qendrore, që është lufta në Ukrainë, dhe dyta është lufta kundër Islamit në lindjen e mesme, ku që të dyja këto konflikte drejtohen nga çifut zionist. Në rastin e Ukrainës kemi vagabondin Vladimir Zelenski, një çifut rus, ndërsa në Palestinën e okupuar kemi Benjamin Netanyahu, apo për ndryshe se ka emrin origjinal Benjamin Milejkovskin, një çifut polak. Dhe lufta 40 ditore që amerikanët bën me urdhër të Izraelit, duke vrarë Imam Ali Khamenein, shokun e ish kryetarit komunitetit musliman Hafiz Ali Sabri Koçi, në datën 28 shkurt, i ka hapur amerikanëve një bela shumë herë më të madhe se sa lufta në Ukrainë. Se ndërsa lufta në Ukrainë është thjesht një përplasje ushtarake ndërmjet Perëndimit dhe Rusisë ortodokse, në rastin e luftës me Iranin është një përballje ndërmjet Perëndimit zionisto-amerikan dhe botës islame e cila udhëhiqet nga Irani, por përplasja në Iran nuk është vetëm ushtarake, por mbi të gjitha është ekonomike. Që Irani e ka bërë shahmat perandorinë amerikane, duke mbyllur kanalin e Hormuzit dhe duke u bllokuar anglo-zionisto-amerikanëve naftën e Islamit, që ata e vodhën që pas luftës së parë botërore, kur britanikët mundën gjyshërit tanë osmano-shqiptar
dhe shkatruan perandorinë osmane, pasojë të cilës do ishte kolonizimi i Kosovës, i Çamërisë, dëbimi i myslimanëve nga Ballkani etj dhe pjesë e kësaj do të ishte edhe pushtimi i Palestinës dhe marrja nën kontroll e naftës së Islamit. Dhe në këto momente Irani i ka hequr perandorisë anglo-zioniste kontrollin e kësaj nafte, që kjo perandori e nisi që në vitin 1917, kur britanikët më në fund pushtuan Bagdadin dhe hyen rezistencën osmano-kosovare, e cila në betejën e Kut al-Amaros i theu shumë keq britanikët. Dhe në këto momente perandoria amerikane është në një krizë ekzistenciale. Për ata që e kanë ndjekur politikën e Trumpit, Trumpi që kur u bë president për herë të parë në 2017, gjithmonë thoshte që armiku kryesor i Amerikës është Kina. Si është Kina? Ka që Kina është giganti teknologjik i botës. Në Kinë prodhohet çdo gjë, ndoshta nga këto tespije që ka mundor, nga syzet, nga kufjet, edhe nga kompjuteri që unë përdor. Kina është fabrika e botës. Dhe Trumpi fillimisht donte që ta izolonte Kinën. Për këtë arsye ndodhi edhe agresioni amerikan kundër Venezuelës në janar të vitit 2026, ku ata rrëmbyen Maduron dhe para shumë bën ujdi me një qeveri kujtlinge e cila tani më fundon Caracas-in dhe naftën e saj ja ka. Prej njërin krah Kinës apo më shumë kaq? I pren njërin krah Kinës, që ishte nafta e Venezuelës, dhe krahu tjetër ishte Irani. Sepse Irani është një nga furnizuesit kryesor me naftë të Kinës. Kina nuk ka naftë mjaftueshëm. Ka vetëm pak naftë në Xinjiang, apo në atë që njihet vendi i Ujgurëve. Dhe për Kinën ishte e domosdoshme si Venezuela, si Irani. Por atë që ndodhi në luftën 40 ditore ishte një farë mënyrë fitore për Kinën, nga që Iranin, të cilin izraelitët dhe amerikanët dhe britanikët e kanë degeneruar, e kanë shkatruar me dezinformacion, me shpifje, me sulme të drejt për drejta dhe indirekte, me luftën Iran-Irak së vitin 1988, me sulmet e mujahidinëve që ne i kemi në Manës, dhe biles deri në këto momente nga Manzal shohen sulme kundër Iranit, dhe me sulme nga më të lloj-llojta, lufta 40 ditore e bëri Iranin që jo vetëm të hakmerret kundër amerikanëve, por i presi perandorisë anglo-zioniste burimin e saj të gjakut, apo të asaj që njihet të petrodollarit. Dhe në këto momente amerikanët janë të dëshpëruar, Trumpi është shumë i dobësuar tani, nuk e ka më arrogancën që ai kishte, ai nuk arriti që ta marrë dot Iranin dhe t'i presi Kinës krahun e saj kryesor të furnizimit me naftë, dhe tani ai ka shkuar si pul e lagur në Pekin, dhe aty është duke e lutur Xi Jinpingin që të bëj marrëveshje me atë për të ndarë dhe sunduar botën. Tani është ora 6 PM me orën e Kuala Lumpurit ku unë jam, kjo është edhe ora e Pekinit, pra jemi rreth 2 orë përpara namazit të akshamit, dhe sikur po shikoja në Al Jazeera, Trumpi deri para një ore ishte në hotel, pasi ka bërë vizitat e para dhe takimet me Xi Jinpingin, me të cilin ka qëndruar për 3 orë. Shpresa e perandorisë amerikane në këto momente është që e para do arrijë në ndonjë marrëveshje me Kinën për të sunduar botën. E dyta, mbyllja nga Irani e gjirit persik, e cila ka bllokuar naftën dhe gazin e Arabisë Saudite, e Bahreinit, e Katarit, e Emirateve të Bashkuara Arabe, e Kuvajtit, dhe të Irakut në një farë mënyre që të nxjerret nëpër tregjen ndërkombëtare,
po sjell një krizë të papar në sistemin financiar amerikan, sistemi cili këto kolonit arabe të Gjirit Persik i ka ndërtuar në atë mënyrë që kur arabët e shesin naftën, dollarët e naftës, ata i depozitojnë të gjithë në New York. Pra, bankat amerikane nuk po marrin më dollarin e petrodollarit, dhe e dyta çfarë ka ndodhur është që Irani, ato kompani që duan të blejnë naftë në Gjirin Persik në këto momente, dhe që Irani lejon, një nga kushtet e lejimit që Irani i bën atyre është që nafta mos të shitet më me petrodollar, por të shitet me yuan kinez. Dhe shitja e naftës me yuan kinez shkatron atë që lideri i famshëm i Kinës, Mao Zedongi, quante që kur e quante, këtë ka qytur edhe Enver Hoxhazaden, që e quanin SBA-n një tigër prej letre. Dhe tigri prej letre i Amerikës, kuptimi i saj është që Amerika, fuqinë e saj imperialiste, ushtarake, financiare, e ka nga jo copa e letrës që ne e quajmë dollar, i cili dollari është një copë letër që printohet nga disa printera në kompaninë private të Federal Reserve, dhe këto copa letrash Amerika e shet botës. Vende fjala bie sigur Shqipëria. Në qoftë se Shqipëria do të blej po e zëm një fuqi naftë nga Arabia Saudite, Shqipëria duhet të blej $100 nga amerikanët. Vende si Shqipëria që nuk kanë çfarë të japin, ndoshta futen në borxh që i blejnë Amerikës këtë $100, nëse nuk e kanë. Ose vende sikur fjala bie Sri Lanka apo Malajzia do shesin apo do t'japin amerikanëve çaj që prodhon Sri Lanka apo kauçuk që prodhon Malajzia, dhe të marrin këtë $100. Dhe me këtë $100, këto vendet e botës do shkojnë më pas në Arabinë Saudite, ku do të japin Arabisë Saudite këtë $100 që amerikan e prodhon falas, thjesht ka një printer dhe printon letra. Dhe kur bëhet blerja e një fuqie nafte, vendet e botës, fjala bie Shqipëria, naftën kur e blen, dollarët e naftës nuk i depoziton në bankat e Arabisë Saudite, por në llogaritë e qeverisë Arabisë Saudite në New York, dhe kjo para do thehet dhe do depozitohet në bankat Amerikës, dhe më pas vende sikur Arabia Saudite, Katari, Bahreini, Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuvaiti e tjerë, këto lek do t'i mbajnë nëpër bankat e Amerikës, dhe nga bankat e Amerikës do marrin vetëm 1%, ndoshta në $100 mund të marrin ndoshta $20 dhe 80 do ngelin që do kthehen atë që njihet si fondi sovran që kanë këto vendet arabe. Dhe ky fond sovran ku shkon pastaj? Ose për të bler borxhin amerikan. Në këto momente që ne flasim, borxhi i ekonomisë amerikane ka shkuar në $30 trilion, kur Trumpi e mori pushtetin, borxhi ishte $27 trilion, dhe Amerika është kthyer pak a shumë në një stude që vetëm merr borxhe, dhe ky borxh i blihet nga ato vendet vasale të Amerikës, që nga Japonia deri te Arabia Saudite, të cilat kursimet e tyre i mbajnë nëpër bankat amerikane dhe këto i depozitojnë duke bler borxhin e Amerikës. Por Irani çfarë duke bërë në këto momente? Irani i ka dhënë 3 goditje Amerikës. E para, me sulmet masive që bëri gjatë luftës 40 ditore kundër bazave amerikane në Gjirin Persik dhe në Izrael, theu mitin e superfuqisë amerikane. Sulmi i dytë është që Irani po ndihmon Kinën që të ndërtohet një rend i ri botror, dhe ky rend i ri botror do të fuqizoj petro-juanin, pra vende sikur Shqipëria po nuk patën dollar, mund shkojnë te Kina, nga Kina të blejnë juan quhet leku i Kinës, dhe me këtë juan shkojnë në Arabinë Saudite dhe të blejnë naftë. Dhe e treta është Irani ka mbyllur kanalin e Hormuzit
dhe bankat amerikane po shterohen nga dollarët, ashtu sikur u shteruan këto firmat piramidale në vitin 1996-97, kur firmat piramidale sigur ato të Rapus Xhaferit apo Sudes u ndërtuan duke i marrë njerëzve lek dhe duke i premtuar atyre fajde të madhe në shkëmbim. Dhe Trumpi tani është në një moment shumë të dëshpëruar, ai ka marrë me vete gjithë qeverinë e tij, që nga ministri i luftës Pete Hegseth deri në sekretarin e thesarit Scott Bessent, dhe ata të gjithë janë të dëshpëruar që të marrin diçka nga Kina. Po, tani nga kjo këtë skuptova unë që mund të ketë të arrijë një marrëveshje për Iranin ata apo jo? Ndjelet për të parë, unë nuk besoj që Kina do ta shesë Iranin, nga që Kina, Irani dhe Rusia janë pak a shumë një bosht kundër NATO-s dhe Izraelit. Domethënë Kina dhe Rusia me Iranin në këto momente janë ashtu sigurisht Gjermania, Italia dhe Japonia gjatë luftës dytë botërore kundër boshtit anglo-ruso-amerikan. Dhe kinezët e dinë shumë mirë që shkatrimi i Iranit do të sjellë shkatrimin ekonomik të Kinës, dhe kinezët e dinë shumë mirë që qëllimi i Trumpit në goditjen e Iranit ishte që ti priste naftën Kinës, por kinezët në anën tjetër duan që kanali i Hormuzit të jetë i hapur, nga që ata duan që çmimet e naftës të ulen, nga që bllokimi i naftës po sjell një krizë botërore dhe një krizë botërore po sjell një krizë për ekonominë kineze, nga që duhet të kuptojmë që në fund të ditës Kina, nëse do përdorja termin e Napoleon Bonapartit, është a nation of shopkeepers, është një kom dyqanxhish. Dhe kinezët, ekonomia kineze mbijeton fal dyqaneve që ata kanë. Domethënë, ata po nuk shiton frigorifera, televizora, syze etj, nuk kanë më lek të hajnë bukë. Pra, Kinës nuk i intereson një krizë botërore, por në anën tjetër ata nuk do ta shesin Iranin, nga që Irani atyre i duhet dhe Iranin e kanë aleat. Dhe tek e fundit fare Kina nuk ka çfarë t'i bëj Iranit shumë. Por një nga vijat e kuqe që presidenti Xi Jinping i përmendi sot në takim Trumpit është Tajvani. Sepse amerikanët me presidentin Trump kishin planifikuar që përveç luftës në Ukrainë, që është luftë kundër Rusisë dhe Ortodoksisë, përveç gjenocidit në Gaza dhe në Liban dhe në Iran, që është luftë kundër Islamit, të hapshin një front të ri lufte, duke provokuar një luftë ndërmjet Republikës së Kinës, që është Tajvani, me Republikën Popullore të Kinës, që është Kina, dhe pak a shumë Tajvanin ta kthenin në një Ukrainë të dytë, ku Tajvani do mbështetej nga Japonia, nga Filipinat, nga Amerikanët, nga Korea e Jugut, nga Australia dhe e gjithë koalicioni perëndimor që ta dobësonin ekonominë kineze dhe ta gjakostin atë dhe ta bënin që t'i shkaktonin asaj hemoragji. Dhe gjëja e parë që Xi Jinping i ka thënë sot në takim Trumpit, i ka thënë që Tajvani është vija jone kuqe. Ne nuk do lejojmë asnjëri ta preki Tajvanin, nga që për kinezët, sipas asaj që quhet One China Policy, apo politika e një Kine, Kina njeh vetëm një Kinë dhe Republikën e Tajvanit e njeh si territor rebel, ashtu sikur fjala bie edhe Serbia e njeh Kosovën si një territor rebel që legalisht sipas Serbisë i takon Serbisë dhe nuk është shteti i pavarur. Gjithsesi, ky krahasimi i fundit me këtë për të mos hyrë këtej, por ajo i përmendi edhe kurthin e Tukujdidit. Domethënë nuk ja përmendi pa qëllim atë presidentin. Çfarë i përmendi se nuk të dëgjova? Kurthin e edhe një herë më për kurthin e Tukujdidit për mos përfunduar si Athina me Spartën. Kush ja përmendi? Xi Jinping, presidenti kinez. Nuk e di, nuk e kam parë këtë pjesë. Por tani ajo tjetra, pjesa tjetër që ju thatë pak më larg, që
mbetet për të parë se çfarë do ndodh, është tek rendi i ri edhe ndarja e botës e influencës. Tani si mendoni ju, si do të jetë ndarja me këtë, ose më saktë, kush do jetë harta e re? Unë mendoj që me dështimin e Amerikës në Hormuz dhe në qoftë se iranianët do vazhdojnë që do ta mbajnë Hormuzin e mbyllur, ne ndoshta do të përjetojmë momentin e vitit 1956. Në 1956 Egjipti, në presidentin e atëhershëm Gamal Abdel Nasser, bllokoi kanalin e Suezit, të cilin e kishin ndërtuar britanikët me francezët, me gjithë egjiptianët dhe u avodhën egjiptianëve në kohën e Sediv Ismailit, nëse nuk jam gabim. Dhe atë që i bëri Gamal Abdel Nasseri britanikëve dhe francezëve në 1956 duke u marrë kanalin e Suezit, britanikët fitonin miliarda sterlina nga taksa që ata i vinin anijeve që bënin tregti me Evropën. Marrja e Suezit shkoi në rënien e perandorisë britanike. Nga që britanikët pas luftës së dytë botërore ishin shpenzuar me miliarda sterlina për të luftuar Hitlerin. Dhe në fund të luftës së dytë botërore, ndërsa britanikët me gjithë rusët dhe amerikanët e shkatruan Gjermaninë hitleriane, çfarë ndodhi është që britanikët ishin zhytur në borxhe te bankierët amerikanë. Dhe në këtë kohë britanikët kishin vetëm dy burime të ardhurash kryesore. Njëra ishte nafta iraniane, ku në vitin 1953 kryeministri Mohamed Mossadegh do ta nacionalizoj naftën dhe do t'ia marrë britanikëve. Edhe pse ata do t'ia marrin prapë, pasi do bëjnë grushtin e shtetit, por nuk do marrin atë që kishin më herët. Dhe e ardhura tjetër e dytë e madhe për perandorin britanike ishte taksa që britanikët merrnin nga anijet që kalonin nëpër Suez. Tani në këto momente çfarë po bën Irani? Irani duke monopolizuar ngushticën e Hormuzit, po kthehet pak a shumë në Egjiptin e Gamal Abdel Nasserit. Kur Gamal Abdel Nasseri nacionalizoi kanalin e Egjiptit, britanikët, francezët dhe izraelitët hynë luftë kundër Egjiptit, por nga kjo luftë ata dështuan dhe nuk ja morën dot egjiptianëve kanalin e Suezit. Dhe nga ky moment britanikët u tkurrën, nuk ishin më të ardhura dhe humbën predominantën e tyre botërore. Dhe bankat britanike që ishin në përborxhe, shteti britanik që ishte në përborxhe, kapitali i çifutrisë ndërkombëtare do të largohet nga Londra, do të shkojë drejt New Yorkut dhe kjo do sjelli rënimin e perandorisë britanike dhe ngritjen e perandorisë amerikane. Në këto momente me këtë që po bën Irani, duke marrë nën kontroll Hormuzin, dhe nëse iranianët do kenë mundësi që ta mbajnë Hormuzin nën kontroll, që do thotë duke mbajtur Hormuzin nën kontroll, ata do të marrin kontrollin e naftës së Islamit, naftë të cilin që nga lufta e parë botërore e vjedhin anglo-amerikanët. Dhe pra, nëse Irani e bën këtë gjë, kjo do sjelli shkatrimin e shpejtë të perandorisë osmane e para, dhe perandorisë amerikane. Sepse Amerika nuk është Kina. Amerika nuk prodhon syze, nuk prodhon orën që un kam. Nuk është sikur prodhon Kina. Nuk është as India dhe Bangladeshi që prodhon teshat apo rrobat që ne kemi. Amerika prodhon vetëm 3 gjëra. Një armë që ja shet botës dhe i bën vendet e botës që të vrasin njëri tjetrin. Po tani Rusia dhe Kina dhe Irani po prodhojnë armët e tyre dhe i kanë shumë herë më të lira. E dyta, Amerika shet naftën e Arabisë, të cilën e ka bllokuar Irani, dhe gjëja tjetër që bën Amerika është që i shet botës dollar. Por me këtë që po bën Irani, me ngushtimin me mbylljen e Hormuzit dhe me detyrimin e botës që naftën ta blej ose me rial iranian,
apo atë që bën Putini që e shet naftën ruse me rubla ruse, apo atë që po bën Irani që i thot vendeve të botës që ju mund ta bleni naftën edhe me juan kinez, kjo do sjelli rënjen e dollarit amerikan dhe në momentin që do bjerë dollari amerikan, gjithë këto vendet koloni të Amerikës, Arabia Saudite, Kuwaiti, Japonia, që kanë fondet e tyre sovrane në Amerikë, këto vende që nuk do kenë më nevojë për dollar amerikan, por do kenë tani për juan kinez apo për rubla ruse apo për rial iranian, do i tërheqin lekët nga Amerika dhe kjo do sjelli një krizë të paparë. Dhe kriza do sjelli shkatrimin e perandorisë amerikane dhe kjo do sjelli rënjen e perandorisë amerikane. Se duhet të kuptojmë diçka që perandoritë kur ngrihen dhe bien, nuk bien vetëm me forcë ushtarake, por është ekonomia që i bën ato që të ngrihen. Osmanët për shembull kur pushtuan Konstantinopolën, Stambollin, u kthyen në superfuqinë ekonomike të kohës, nga që ata kontrollonin nëpërmjet ngushticës së Bosporit dhe rrugës së Mëndafshit tregtinë e Kinës me Evropën dhe me botën. Dhe kur Osmanët u shkatruan në shekullin e 19 dhe luftën e parë në 20, nuk u shkatruan se ata nuk ishin ushtar dhe armë. U shkatruan se s'kishin para. Ja që Osmanët hyn në borxhe te bankierët Rothschild të Londrës, të cilët e pesfishuan borxhin e perandorisë osmane, ku Osmanët morin 1 milion sterlina dhe më pas borxhi arriti në 5 milion sterlina, saqë bankierët që fut të Londrës dhe të Parisit morën të gjitha doganat e perandorisë osmane, nga ku edhe u rekrutuan më pas agjentët kundër perandorisë. Një shembull është Abdyl Frashëri, i cili ishte doganier në doganën e Janinës dhe aty e rekrutuan grekët dhe britanikët që të punonte kundër osmanëve. Dhe dua të them që perandoria osmane ra nga kriza ekonomike, perandoria britanike ra nga kriza ekonomike dhe unë dyshoj që do të dalin në këto momente është që ne po kemi ndërtimin e një rendi të ri botror, ku perandoria amerikane po shkatrohet dhe po kemi ngritjen e një bote multipolare, ku vende sikur Irani, sikur Kina, sikur Rusia po krijojnë hapësirat e tyre të dominimit dhe amerikanët po kthehen aty ku e kanë vendin, në ishullin e mallkuar të Amerikës. Nga e gjitha biseda që zhvilluam nuk më përmendet çfarë ndodh tani në vazhdim me gjithë ato zhvillime sikur ju i shikoni me Izraelin. Për ta mbyllur. Tani Izraeli është një shpikje e britanikëve, të cilën më pas e morën me koncesion amerikanët. Unë kam qenë në Izrael. Izraeli është një shtet sikur Shqipëria, vetëm që populatat i ka më të shëmtuara se sa shqiptarët janë rreth të bukur, nga që janë një përmbledhje muzhikësh nga Bashkimi Sovjetik, nga vende sikur Bielorusia, Polonia, Ukraina, Mongolia. Por studimi i fundit tregoi që gjaku jonë është nga epoka e bronzit. Ne jemi nga epoka e gurit të burçatut, edhe më herët jemi. Ne jemi Flasin studimet. Po lërim ato prallat që hapin shqiptarët, kurse shqiptarët kanë qenë të bimë gjokë. Janë universitete Harvardi. Mirë, inshallah. Por dua të them këtë që shqiptarët janë popull i shëndetshëm, nga që jemi popull mesdhetar, popull që jemi rritur në klim të mirë etj, por le dalim te Izraeli, mos them të muhabeti. E dua të them që Izraeli është produkt i imperializmit amerikan. Domethënë, izraelitët mos jetë Amerika, që i furnizon me para dhe me armë, ata Irani, jo vetëm Irani, edhe vendet arabe, Egjipti i hajnë me dhëmë. Kjo është vërtetuar historikisht në për luftrat arabo-izraelite etj, apo edhe në luftrat e fundit ndërmjet Iranit dhe Izraelit, si në luftën 12 ditore, si në luftën 40 ditore, Irani ka fuqi që vetëm në distancë ta djegë Izraelin. Dhe në rast se perandoria amerikane do të bjerë dhe do të largohet përtej detit, sikur kemi ne atë legjendën e Bajlozit të Zi,
Izraeli do shpërbohet. Dhe këta kolonët izraelit që Rama po i sjell në Tiranë për ditë, që po vinë edhe po blejnë shtëpira edhe toka nga Myzeqeja deri në Korçë dhe në Tropoj, e bëjnë këtë gjë sepse ka njerëz nuk kanë rrënjë në Palestinë. Nuk janë si ne shqiptarët, për shembull, unë jam nga Korça apo jam nga Gjirokastra, unë kam gjyshe, 4 gjyshe, stërgjyshe, kam toka, kam kujtime, kam race, pise, familje aty. Izraelit nuk kanë asnjë gjë. Familjet e tyre kanë ardhur nga Ukraina, nga Bielorusia, nga Polonia. Por ata nuk thehen dot në këto vende, nga që ata që i kanë dëbuar rusët e polakët i urrejnë shumë. Por në anën tjetër këta nuk kanë rrënjë edhe në Izrael, se do të kuptojmë që Izraeli është një vend emigracioni masiv. Ashtu sikur fjala bie në vitet 90 shqiptarët shkuan në Itali, në Greqi, në Kanada, dhe ca si puna ime u bën kanadez, ca u bën italian, ca u bën grek. Sërish ne rrënjët i kemi në Shqipëri. Me të vërtet ne kemi pasaporta greke dhe italiane. Po nëse një ditë bie Italia apo Kanadaja, bie ekonomia, ne i hypim avionet e kthehemi në Shqipëri. Dhe kjo është që do ndodhi edhe me këta emigrantët që kanë ardhur nga Evropa lindore, edhe pse shumë prej tyre nuk duan që të kthehen në Ukrainë, nga ata kanë ardhur, apo në Poloni, ata kanë avantazhin që shumë vende kuislinge me Izraelin, sikur Shqipëria apo Gjermania, kanë filluar që t'japin pasaporta dhe izraelitët po përgatiten për planin B, sipas të cilit një ditë nëse bie Izraeli, ata do largohen, disa do rrinë në Evropë, disa do shkojnë në Amerikë, dhe Izraeli një ditë do të zhduket nga faqja e dheut, nëse zhduket Amerika, dhe thjesht do të jetojë si kujtim, ashtu sikur ka jeton në kujtim edhe teti kryshtarëve që u themelua gjatë kryqëzatës së parë në Jeruzalem, ku erdhën kryqëtarë nga Evropa dhe vranë muslimanët dhe krijuan shtetet e tyre latine, por të cilat më pas u zhdukën dhe muslimanët i shliruan territoret e tyre. Orsi, faleminderit për bisedën. Ju lutem, gjithë mirat. Eyvallah.